Si gjithmonë, një shin, haul. Fillojmë të parin me këtë setin që kam veshur, streqet super të rehatshme kam mbajtur gjatë gjithë ditës sot. Kjo bluza, e cila është materiali shumë i trash, ngjan kështu si teddy bear, dhe është set së bashku edhe me këtë gjën që vishet nga poshtë ose për palestër, është me rripa domethënë. Shumë e mirë, shumë e rehatshme, më kënaqi. Dhe ç'a kemi tjetër? Këtë, e cila është për mua, është një hoodie shumë e madhe, shumë e lezetshme, më pëlqeu shumë kur e pash, ngjyra fantastike. E mora për ta kombinuar me këto maklete, që janë shumë të bukura. Ngjyrë roz, shumë të bukura, prerje thjesht, asnjë gjë të veçantë. Kam marrë edhe këto të tjerat, që këto shkokan edhe në këtë setin që kam veshur, sepse kanë këtë këtu, shikoni? E kanë paka shumë njësoj. Çka tjetër të kuqe që kam fiksuar me këtu që, ku di. Janë këto streqet, materiali janë si këto që kam veshur dhe ndryshojnë që këto janë të gjera nga fundi, por qënë shumë edhe i mora dhe këto. Çorape, të shkurtra, janë një 7-8 palë diçka të tillë. Kemi çashkë se mbaj mend këtë. Një bluzë, të thjesht fare, me mëngë të shkurtra të gjerë. E fundit që kam marrë është për dhuratë, për çunat që punojnë për jashtë, për të dalë me bicikletë, për të bërë ecje, për të ngjitur në mal e gjëra të tilla. Shikoni pak se sa i ngrohtë që është, komplet pellush nga brenda. Edhe këtë pjesën këtu e ka që më shumë mundsi nuk futuj. Besoj që duhet të shkundet uji, është kështu si peshkoshe. Kodet si gjithmonë do t'i kemi ose nëpër komente ose te kutja e përshkrimit.